Rute vlerëson Kosovën partner të rëndësishëm, tekst të veçantje përmirësimit të situatës së sigurisë. Ministri Maqedonci flet në një intervistë për të kënd pas takimit të ministrave të vendeve të NATO-s. Procesi zgjedhor drejt përmbylljes, Kurti thot se pas certifikimit të rezultateve nisim procesin për formimin e institucioneve. Libri që pasqyron rrugtimin e kampionës olimpike Majlinda Kelmendi u promovuan kuadër të panajirit të librit. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka vlerësuar Kosovën si partner të rëndësishëm, drejsa tekst të veçantë i dha përmirësimit të situatës së sigurisë. Në një konferencë pas takimit të ministrave të mbrojtjes, Rutte tha se Kosova zë vend të rëndësishëm dhe ka vëmendjen e aleancës. Për rëndësinë e pjesëmarrjes së Kosovës në takimin e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, ka folur për të kënë ministri në detyrë mbrojtjes Eyup Maqedonci. Ka 2 ditë që ministrat e vendeve anëtare të NATO-s po zhvillojnë takime këtu në selinë e NATO-s në Bruksel, ndërkaq pjesëmarrëse ka qenë edhe Kosova. Për ato takime që janë zhvilluar dhe për rëndësinë e pjesëmarrjes së Kosovës në këto takime do të flasim me ministrin e mbrojtjes së Kosovës Eyup Maqedonci. Ministër, faleminderit për kohën. Si ka shkuar dita e sotme, ju keni qenë pjesë e takimeve të rëndësishme bashkë me të gjitha shtetet të tjera anëtare në cilësinë e Kosovës? Po, sot u mbajt mbledhja 35 e grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, pikërisht këtu në selinë qendrore të NATO-s. Në atë mbledhje, si në të gjitha mbledhje tjera, pola ukrainase, presidenti Zelenski dhe ministri i mbrojtjes së Ukrainës prezantuan zhvillimet e fundit në fushbetejat, në linjën e frontit në mes të Ukrainës dhe Federatës Ruse, agresorit rus. Gjithashtu, gjithë ministrat rikonfirmuan njëherë mbështetjen për Ukrainën. Shumë shtete po vazhdojnë që të ndihmojnë Ukrainën në këto qaste, në këto ditë të vështira për Ukrainën, dihet që është viti i 4 i luftës në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Gjithashtu Kosova është një kontribuese aktive në mbështetje të Ukrainës, përveç që është antar me të drejta të plota në grupin e kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, është një kontribuese aktive. Këtë kemi dëshmuar përmes mbështetjes që kemi bërë me paka ushtarake, pra kemi dhënë donacion vitin 2023 për Ukrainën. Gjithashtu po vazhdojmë që të trajnojmë trupat e Ukrainës edhe në Republikën e Kosovës, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e operacionit Interflex, operacion që tashmë është në përfundim, mirë po ne kemi shfaqur gatishmërinë për të marrë pjesë edhe në aktivitete tjera në mbështetje të përgatitjes së trupave ukrainase taktikisht për luftën kundër agresorit rus. Gjithashtu gjatë këtyre takimeve, po të rastin që takoj veç e veç shumë prej ministrave, me të cilat biseduam rreth çështjes së sigurisë në Ballkanin Perëndimor, me tekst të veçantë në Republikën e Kosovës. Nga të gjithë është vlerësuar që situata e sigurisë në Kosovë është përmirësuar dukshëm, pra kjo ka sjell edhe vendimin për zvogëlimin e trupave të NATO-s në Kosovë, pra trupave të KFOR-it, mirë po është kthyer pra në gjendjen që ka qenë para sulmeve të terroristëve dhe kriminalëve të grupeve të radojshësh dhe grupeve tjera. Pikërisht kjo ka qenë edhe një nga temat që ka diskutuar sot në konferencë sekretari i përgjithshëm Mark Rutte, pra për rëndësinë që ka Kosova për NATO, e ka vlerësuar si një partnere të rëndësishme. Po patjetër, Kosova në vazhdimsi ka qenë shumë e vendosur në rrugën e saj drejt antarësimit në NATO, drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, është kontribuese tashmë në shumë aktivitete të përbashkëta të vendeve të NATO-s. Kemi një ekip që është në Gaza aktualisht, kemi thashmërët mbështetjen që kemi bërë përmes operacioneve të NATO-s për trupat e Ukrainës, kemi marrë pjesë edhe në operacione tjera ndërkombëtare dhe Kosova normalisht po zhvillon një ushtri, një sistem mbrojtës i cili është kompatibil me NATO-n. Gjitha sistemet e armatimit që ne kemi prokuruar gjatë viteve të kaluara, edhe që vazhdojmë të prokurojmë, janë sisteme të standardeve të NATO-s, gjitha trajnimet, programet edukuese ushtarake
edhe doktrinat janë në përputhje me standardet e NATO-s. Ne kemi një ekip këshillues të NATO-s në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Ministrinë e Mbrojtjes që na mbështet në ndërtimin e kapaciteteve tona, por gjithashtu edhe kemi bashkëpunim të thellë bilateral me shumë vende të NATO-s, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Turqinë, por dhe vende tjera. E gjithë kjo normalisht që ka ndikuar që tani me Kosova tjetë shihet si një faktor i rëndësishëm, si një partner i besueshëm, gjë që e theksoi edhe Rute. Për fund, ka mbështetje pra të vazhdueshme për Kosovën, ka synim Kosova që të bëhet sa më shpejt anëtare e NATO-s? Po patjetër ne do të vazhdojmë përpjekjet, dihet që pengesa nuk është që në atë që Kosova nuk ka arrit standarde. Ne veçanërisht vitet e fundit jemi duke bërë investime të jashtëzakonshme në ushtri, mbi 460 milion euro janë shpenzuar edhe investuar në blerje të armatimeve, pa llogaritur pastaj edhe investimet në fusha tjera si infrastrukturë, por edhe fusha tjera, dhe gjithë kjo normalisht që po e bën çdo ditë më shumë Kosovën pjesë të aktiviteteve të NATO-s, por edhe në vendet e NATO-s po rrisin besimin në Republikën e Kosovës, në qeverinë e Kosovës, në institucionet dhe ushtrinë e Kosovës. Ne po rrisim vazhdimisht edhe shpenzimet të përgjithshme buxhetore për ushtrinë, mirë po edhe po bashkëpunojmë, bëjmë memorandume bashkëpunimi dhe marrëveshje ushtarake me vendet e NATO-s. Në konkluzionet që pritet të miratohen në fund të samitit dy ditor të BE-s, liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të konfirmojnë gatishmërinë për të punuar së bashku me vendet e rajonit dhe për të mbështetur ato në përpjekjet e tyre për reforma në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Mes tjerash aty thuhet se Këshilli Evropian betet i përkushtuar për ta çuar përpara integrimin gradual të rajonit gjatë procesit të zgjerimit. Liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të konfirmojnë gatishmërinë për të punuar së bashku me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për t'i mbështetur ato në përpjekjet e tyre për reforma dhe në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Kjo thuhet në konkluzionet që do miratohen në fund të samitit dy ditor evropian, i cili mbahet të entën dhe të premten. Këshilli Evropian mbetet i përkushtuar për të çuar përpara integrimin gradual midis Bashkimit Evropian dhe rajonit gjatë vetë procesit të zgjerimit në një mënyrë të bazuar në merit dhe të kthyeshme, thuhet mes tjerash në draftin e konkluzioneve. Integrimi gradual është një koncept që po shqyrtohet në korridoret evropiane si një ofertë e re për shtetet që synojnë anëtarësimin dhe konsiderohet si nxitje për reforma më të shpejta në secilin vend. Duke ju referuar samitit të mbajtur në fillim të këtij muaji në Tivat të Malit të Zi, liderët evropian përmes konkluzioneve do të vlerësojnë se ky takim ka krijuar një shtytje të re për procesin e zgjerimit. Në dritën e kësaj shtytjeje të re, paralajmërohet edhe i ashtu quajturi debat strategjik mbi zgjerimin dhe reformat. Këtë debat, krerët e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian do ta zhvillojnë në muajin tetor. Kryeministri në detyrë njerësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se po presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve për ta nisur procesin e formimit të institucioneve të reja. Kurti ka falendëruar qytetarët për besimin e dhënë. Tash është koha që do sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje dhe rezultatin që ky proces ka prodhuar. Nga viti i kaluar kemi humbur shumë kohë dhe është jetike që sa më parë të kemi kuvend të konstituuar, qeveri të re me mandat të plot dhe president apo presidente të zgjedhur. Tash presim certifikimin e zgjedhjeve në mënyrë që të nisim punën në drejtim të formimit të institucioneve të reja. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se rinumrimi 185 vendvotimeve të rregullta është drejt përfundimit dhe pritet të mbyllet brenda 2 ditësh. Pas këtij procesi do të hartohet një raporti detajuar me gjitha gjetjet, i cili do t'u paraqitet anëtarëve të KQZ-s për vendimarrje. Ndërkohë, shpallja e rezultateve përfundimtare mbetet e lidhur edhe me afatet ligjore për ankesa të mundshme.
Procesi i rinumërimit të 185 vendvotimeve të rregullta pritet të përfundojë brenda 2 ditësh. Kështu bëri të ditur zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi, i cili tha se pas përmbylljes së rinumërimit do të hartohet një raport i detajuar që do të evidentojë të gjitha gjetjet e procesit, përfshirë edhe dallimet eventuale ndërmjet numërimit fillestar dhe rinumërimit. Nëse ka dallime të mëdha në rezultat ndërmjet vendvotimit të njëjtë të numëruar në qendër komunale dhe pastaj të rinumëruar tani në qendër të numërimit dhe rezultateve, në fund të këtij procesi do të kemi një raport të detajuar për gjetjet në secilin rast dhe ky raport i njëjti do t'i dorëzohet anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Elezi theksoi se KQZ është teknikisht e gatshme për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por se procedurat ligjore kërkojnë pritjen e afateve për ankesa eventuale lidhur me administrimin e numërimit. Verzioni më të mirë, pra nëse nuk do të ketë ankesa, atëherë KQZ është e gatshme për të shpallur rezultatin përfundimtar, por në rast se ka ankesa, atëherë KQZ duhet të presë vendimarrjen e institucione përkatëse, siç është PZAP-ja dhe çështja dihet që mund të shkojë sipas ligjit deri në gjykatën supreme. KQZ do thotë duhet të presë vendimarrjen e këtyre institucioneve, të zbatojë vendimet nëse ato obligojnë ndonjë gjë KQZ-n dhe pastaj në fund të procedojë me shpalljen e rezultatit përfundimtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka parapar 26 qershorin për shpalljen përfundimtare të rezultateve dhe 6 korrikun për certifikimin e tyre, nëse gjithçka do të ecën sipas planit. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulen Haxhiu ka deklaruar se dhuna seksuale gjatë luftës Kosovë ka qenë një nga krimet më të rënda që për shumë vite është mbajtur në heshtje, duke theksuar nevojën për drejtësi dhe trajtim institucional të viktimave. Në një konferencë për ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt, Haxhiu tha se shumë krime të luftës ende kërkojnë adresim të plot, ndërsa theksoi rëndësinë e ndëshkimit të përgjegjësve dhe forcimit të institucioneve të drejtësisë. Ajo shtoi se shteti duhet vazhdojë të ofrojë mbështetje dhe njohje për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Ndërsa Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në bashkëpunim me Propis Kosovo kanë hapur ekspozitën Sy me Sy, e cila u dedikohet viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Me këtë rast, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulen Haxhiu tha se ata që përjetuan dhunë seksuale janë pjesë e historisë së vendit dhe përgjegjësi institucionale. Përmes fotografive të viktimave të dhunës seksuale dhe familjarëve të tyre, ekspozita Sy më Sy sjell përjetimet e dhimbshme që për vite me radhë ata bashkë me familjen kaluan situata të vështira me frikën e stigmatizimit për të vërtetën e tyre. Vanesa Sulejmani, e cila është vajza e njërës nga gratë që gjatë luftës përjetoi dhunë seksuale, e rrëfeu një pjesë të atyre përjetimeve. Tani si një fëmijë që e ka shndruar dhimbjen, traumën dhe vuajtjen e tij në diçka që nuk është më e heshtur, nuk është më e thyer, por që dëshiron të dëgjohet, të jesh dikush që nuk fshihet nga vetë kujtimi që dikur e theu, por të shihet pavarësisht nga stigma shoqërore dhe kulturore që jemi këtu, dhe madje edhe jashtë kësaj bote. Pecave të syrit të kësaj ekspozite na arrim të tregojmë dhimbjen që e shohim të të mbijetuarit e dhunës seksuale. Arrim ta shohim edhe forcën, frikën, por edhe guximin. Nganjëherë arrim ta shohim edhe humbjen, edhe këtu desha ti rikujtoj me dhjetra viktima të cilët e kanë mbijetuar të tillë, por fatkeqësisht nuk kanë më në mesin tonë. Ndërsa ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu tha se persona që përjetuan në dhunë seksuale gjatë luftës janë pjesë e historisë së shtetësisë së Kosovës, e autorët e saj drejtësia ndërkombëtare duhet t'i dënojë. Duhet të folur edhe për stigmën. Për shumë të mbjetuara dhe të mbjetuar, stigma ka qenë pjesë e rëndë e viteve të pas luftës. Ajo ka jetuar në turpin që është vend padrejtësisht mbi super. Një shoqëri që do drejtësi për personat e dënuar gjatë luftës, duhet së pari t'i mësoj, t'i shoh me respekt dhe mirënjohje për forcën me cilën kanë vazhduar jetën. Kjo ekspozitë është e hapur në objektin e komunës së Prishtinës dhe është mbështetur nga ambasada e Britanisë dhe ajo e Gjermanisë.
Ndrojmë temë të informacioneve. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar seanca përgatitore në çështjen gjyqësore ndërmjet Media Group Publico dhe Radio Televizionit të Kosovës. Paditësia pretendon se është shkaktuar dëm nga raportimi i RTK-s, i cili kishte cituar një artikull të mediumit bosnjak Slobodna Bosna, lidhur me pretendimet për financimin e disa medjeve në Kosovë. Në seancën përgatitore, gjykata vlerësoi se parashtresa e paditësës për caktimin e detyrave të ekspertit financiar dhe të aktuaristikës nuk është e qartë dhe obligoi atë që brenda 3 ditësh ta korrigjojë. Ndërsa përfaqësuesi i RTK-s se kundërshtoi propozimin për ekspertizë si të panevojshëm dhe spekulativ, me arsyetimin se paditësia po tenton të provojë përmes ekspertizës pretendimet për dëmin dhe lidhjen shkakësore, për cilat e ka vetë barën e provës. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar seanca përgatitore në çështjen gjyqësore ndërmjet Media Group Publico dhe Radio Televizionit të Kosovës. Paditësia pretendon se është shkaktuar dëm nga raportimi i RTK-s i lidhur me një artikull të mediumit bosnjak Slobodna Bosna, në të cilin pretendoi se Serbia financon disa media në Kosovë. Pala paditëse në seancë përsëriti se qëndron pranë paditës dhe parashtrimeve derisa arsyetoi nxjerrjen e ekspertizës për ekspertët financiar dhe atë të akturistikës. Pavarësisht asaj se në seancën paraprake përgatitore, përfaqësuesi i palës paditëse kishte propozuar nxjerrjen e kësaj ekspertize dhe kishte rezervuar të drejtën që përmes parashtresës si përcaktoi detyrat e ekspertit, përshkrimi i këtyre detyrave ka qenë i paqartë. Andaj gjykata e ka obliguar palën që t'i përcaktoj qartë detyrat e ekspertit në afat prej 3 ditësh. Në të kundërtën do të konsiderohet se është tërhequr ky propozim. Ndërkohë avokati i palës paditëse, Kujtim Kërveshi, paraqiti 2 kërkesa ndaj mediumit publik. Të sigurohet nga e paditurat, proces verbali i mbledhjes së bordit të RTK-s, datës 23/7/2024. Këtë proces verbal ne kemi bashkëlidhur në parashtresë, mirë po mes që i njëjti është nxjerrë nga media dhe duke qenë se e paditurat këtë dokument e ka, parashtrojnë kërkesë përmes gjykatës se njëjta sigurohet. Dorsa raport me pikën 8 të provave, ku kemi bashkëlidhur publikimin e zotrit Jeton Musleu të datës 25/4/2024. Kemi nevojë që nga e paditur përmes gjykatës të sigurohet komunikimi me email në mes të zotrit Jeton Musleu të datës 23 me zona Spahiu dhe të tjerë. Këtë propozim e kundërshtoi përfaqësuesja ligjore e RTK-s Arbenit Gashi, e cila tha se tani me këtë dokument pala paditëse e posedon. Sa i përket proces verbalit të mbledhjes së bordit të datës 23/07/2024, kundërshtojmë vlerën provuese që paditësi, përfaqësuesi i paditësës, e atribuan këtij dokumenti. Ky proces verbal përmban diskutime dhe qëndrime të ndryshme të pjesëmarrësve në mbledhje, dhe siç e ka pa edhe vetë përfaqësuesi i palës paditëse, se ky proces verbal nuk përban konstatim përfundimtar juridik apo administrativ mbi ekzistimin e shpifjes apo përgjegjësisë së RTK-s. Për më tepër, ai nuk provon se publikimin e një fakti të pavërtetë nga RTK. Në veçanti kundërshtojmë artikujt e publikuar nga vetë paditësja, sepse paditësja nuk mund të krijojë prova në favor të pretendimeve të veta përmes publikimeve të veta editoriale. Këtu reagoi pala paditëse, por që ndërhyri gjyqtari Ermir Ahmetaj, i cili tërhoqi vërejtjen atij. U tha diçka që unë kam parë që konstaton, ose që nuk konstaton. Ka konstatuar gjykata, ka konstatuar pala, kështu që po s'mund të thuhet që unë kam konstatuar. Në seancë autorizuara e RTK-s deklaroi se pala e paditur kundërshton ekspertizën financiare dhe detyrat e propozuara për ekspert, pasi përmes tyre paditësja synon të provojë elementet themelore të kërkesë padisë. Tutje pala e paditur theksoi se paditësja po përpiqet ta provojë dëmin përmes reagimeve që kanë pasuar publikimin dhe jo me prova konkrete që dëshmojnë ekzistimin e dëmit. Sipas RTK-s, raporti i IT-s konfirmon se lajmi ka pasur një burim të identifikueshëm dhe ekzistues, përkatësisht artikullin e mediumit Slobodna Bosna, e që konfirmon se RTK nuk ka qenë autori atij lajmi. Një sasi prej rreth 60 kg marihuanë është sekuestruar nga policia e Kosovës në fshatin Babush të Ferizajt, në një operacion të zhvilluar nga njësia antidrog në bashkëpunim me Agjencinë e Inteligjencës.
Gjatë ndërhyrjes, në momentin kur po tentohej shkëmbimi i lëndës narkotike, janë arrestuar 4 persona, përfshirë një shtetas të Shqipërisë, një shtetas të Kosovës dhe 2 shtetas të Serbisë. Sipas policisë, droga kishte hyrë në Kosovë nga Shqipëria dhe destinacion final kishte Serbinë. Gazetari Jusni Demaku sjell detaje nga ky aksion. Jemi në fshatin Babush të Ferizajt, mbrapanes po i shohim pjesëtarët e antidrogës të cilët janë duke hapur një maune, pra tash pritet hapet edhe një çantë në cilën dyshohet se ka drogë të tipit marihuan. Do të shohim se për çfarë sasie bëhet fjalë. Ju njoftojmë se sot Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik, në bashkëpunim të ngushtë me Agjencionin Kosovar për Inteligjencë, pas disa hetime intensive që ka bërë në teren për disa ditë në radhë, sot kemi arritë me i kap 4 persone të dyshuar në vend ngjarjes këtu në fshatin Babush afër Ferizajt, ku në një mjet transportues ata kanë qenë duke i vendosur 2 çanta të mbushura me sasi të narkotikëve të dyshuara për marijuanë. Kemë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore, janë autorizuar masat. Policia së bashku me Agjencionin e Kosovës për Inteligjencë kanë punuar ngushtë në zbatimin e planeve taktike, operative dhe sot me sukses ka arritur që të gjindën të dyshuarit gjatë këmbimit, dhe me thonë të substancës narkotike nga vetura, e cila dyshohet që ka ardhur nga territori i Republikës së Shqipërisë, duke u ngarkuar në këtë pjesë të kamionit e që qëllim ka pas transportin në shtetet të tjera. Bashkë me shefin antidrogës do të shohim pjesën ku ka qenë pra vendi ku do të duhet ta vendosnin drogën personat të cilët janë arrestuar. Sipas asaj që kemi tani që shihet në vendin e ngjarjes, këtu në këtë automjet transportues, gjithsesi në rimorkën e saj, në pjesën mbrapa kabinës është rregulluar një pjesë e përshtatshme për vendosjen e narkotikëve. Ne kemi hapur si pjesë për ta vërtetuar këtë dhe po besojmë që kjo ka qenë destinuar si pjesë për fshirjen e narkotikëve. Këtu kemi të bëjmë me drogën marijuan, edhe siç e thash në fillim, dyshohet se vendi i origjinës është Shqipëria, ndërsa bazuar në rrethanat operative që kemi deri tani, destinacioni i parë është Serbia. Ky ishte vendi ku policia e Kosovës përkatësisht njësiti antidrogës kishte zënë pra 4 persona të cilët ishin duke shkëmbyer drogën e që ishte destinacion Serbia, pra ishin 2 qytetarë nga Republika e Serbisë, një nga Kosova dhe një nga Shqipëria, të cilët po e paketonin drogën dhe në atë moment policia e Kosovës ka reaguar dhe i ka kapur duke i arrestuar dhe konfiskuar drogën e tipit marijuan, pra që bëhet fjalë për rreth 60 kg drogë. Prizreni, Suhareka, Dragashi dhe Mamusha kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për mbështetje financiare të strehimorës për viktimat e dhunës në familje për 4 vitet në vijim. Kjo qendër mbështetje ka marrë dhe nga Ministria për Familje dhe Vlera të Luftës, ndërsa partner është Zyra OSB-s në Kosovë. 4 komuna të rajonit, Prizreni, Dragashi, Suhareka dhe Mamusha, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për mbështetjen financiare të qendrës së strehimit për gratë dhe fëmijët viktimat të dhunës në familje. Deri më tani, ky institucion i ndjeshëm nuk ka pasur asnjë financim të qëndrueshëm. Sipas drejtoreshës së qendrës së strehimit në Prizren, Jubilea Kabashi, në qershor të këtij viti, qendra është përkrahur nga Ministria për Familje dhe Vlera të Luftës. Si vjet jemi të përkrahur nga Ministria e Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Shqirimtare, e që implementimi ka filluar tash në qershor të 2026-s, po aq i rëndësishëm është edhe nënshkrimi i memorandumit mirëkuptimit me komunat e regionit të Prizrenit, i cili përbën një hap domethënës në forcimin e mbështetjes për veprimtarinë e qendrës në ofrimin e shërbimeve për viktimat e dhunës në familje. Një partner i përhershëm i strehimorës rajonale ka qenë Zyra OSB-s në Kosovë. Në këto rrethana, strehimorët shndrohen në një vend të sigurt, duke ofruar jo vetëm strehim të përkohshëm, por edhe shërbime të domosdoshme mbështetëse. Ato luajnë një rol kyç në mbrojtjen e viktimave dhe mbijetuarve të dhunës në familje. Në nënshkrimin e kësaj marrëveshje e bën nënkryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi, kryetari i Dragashit Bexhet Gjeladini, kryetari i Mamushës Abduladi Krasniqi dhe nënkryetaria e Suarekës Art Agashi. Ndërkohë sipas Art Ademi Bajramit,
Nga Ministria e Drejtësisë, ky memorandum ofron siguri më të madhe për këtë kategori të shoqërisë. Ceremonia e sotme e nënshkrimit të memorandumit mirëkuptimit ndërmjet komunave të rajonit të Prizrenit dhe qendrës për strehimin e grave dhe fëmijëve shënon një zotim të përbashkët për të garantuar që gratë dhe fëmijët që përballen me dhunën të mos mbeten asnjëherë pa mbështetje, pa mbrojtje dhe pa siguri. Komuna e Prizrenit e mbështet strejmoren me 8.000 euro, ajo e Suarekës me 4.000 euro, komuna e Dragashit me 2.000 euro, ndërsa ajo e Mamushës me 1.500 euro. Ministri në detyrë infrastrukturës dhe transportit, Dimal Basha, në samitin e investimeve në transport i cili përmbahet në Greqi, theksoi rëndësinë për mbështetjen ndaj Kosovës në realizimin e projekteve infrastrukturore, në veçanti të atyre hekurodhore. Gjatë diskutimit, Basha kërkoi që këto projekte të mbështeten nga partnerët ndërkombëtar, pasi ato, përveç se janë investime për zhvillimin ekonomik të Kosovës, kanë edhe rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Evropën, duke forcuar lidhjet tregtare, mobilitetin dhe integrimin ekonomik në kontinentin tonë. Gjatë lancimit të projektit transformimi i gjelbër i ndërmarrjeve private në Kosovë nga qëndrueshmëria në mundësi, u vlerësua se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë rol kyç në zhvillimin ekonomik dhe në zbatimin e praktikave të qëndrueshme. Projekti synon të mbështes bizneset në integrimin e parimeve të qëndrueshmërisë dhe përdorimin e përgjegjshëm të burimeve. Tranzicioni i gjelbër është domosdoshmërie, mundësi për konkurrueshmëri, produktivitet dhe se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shtylla e ekonomisë së vendit, u tha në lancimin e projektit Transformimi i gjelbër i ndërmarrjeve private në Kosovë nga qëndrueshmëria në mundësi. Një iniciativë e rëndësishme që dëshmon se zhvillimi ekonomik dhe qëndrueshmëria mjedisore mund të duhet edhe duhet të ecin së bashku. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shtylla kryesore e ekonomisë sonë. Ato krijojnë vende pune, gjenerojnë investime dhe kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Tranzicioni i gjelbër nuk është më thjesht një agjendë mjedisore. Ai po bëhet gjithnjë më shumë një nga agjendat më të rëndësishme ekonomike të kohës sonë. Dhe nëse duhet të ecim përpara dhe të kemi sukses në këtë drejtim, duhet të veprojmë tani. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë boshti i ekonomisë. Ato krijojnë vende pune, mbështesin familjet, i japin jetë ideve dhe i mbajnë komunitetet të gjalla, dinamike dhe të qëndrueshme. Tranzicioni i gjelbër është gjithashtu pjesë e përgatitjes së ekonomisë së Kosovës për mundësitë dhe kërkesat e një të ardhmeje evropiane më të integruar. Aty u thaste në përputhje me objektivat e projektit Transformimi i gjelbër i ndërmarrjeve private në Kosovë synohet që të pasqyrohen parimet e qëndrueshmërisë dhe përdorimet të përgjithshëm të burimeve. Byroja Kosovare e Sigurimit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe me mbështetjen e Bankës Qendrore të Kosovës ka lansuar fushatën vjedisuese për përdorimin e raportit evropian të aksidenteve. Përfaqësuesit e institucioneve theksuan se përdorimi i këtij raporti në rastet e aksidenteve me dëme të vogla materiale do t'i lehtësoj procedurat për qytetarët, do ta përshpejtojë trajtimin e kërkesave për dëm shpërblim dhe do të kontribuojë në lirimin më të shpejtë të rrugëve pas aksidenteve. Është lansuar fushata ndërgjegjësuese për përdorimin e raportit evropian të aksidenteve. Përdorimi i këtij raporti evropian për aksidente me dëme të vogla materiale lehtëson procedurat për qytetarët, zvogëlon ngarkesën administrative dhe mundson trajtim më të shpejtë të kërkesave për dëmshpërblime. Kështu konkludua në konferencën për lancimin e kësaj fushate, të organizuar nga Byroja Kosovare e Sigurimit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe me mbështetjen e Bankës Qendrore të Kosovës. Do të kemi procedurat lehtësuara për kompanitë e sigurimeve, po edhe në njëjtën kohë Policia e Kosovës nuk do të menaxhon aksidentet të cilat konsiderohen aksidente me dëme të vogla materiale. Vetëm si shifër, brenda një viti mesetërisht diku janë 15.000 aksidente trafikut me dëme materiale, që nuk kupton që Policia e Kosovës 15.000 patrull. Nga Banka Qendrore e Kosovës, Ramize Ramadani tha se përdorimi i raportit evropian mundson trajtim më të shpejtë të kërkesave për dëmshpërblim dhe redukton procedurat administrative. Nëse e bazohemi vetëm në dhënat e vitit 2025, rreth 70% e numrit të përgjithshëm të kërkesave për dëmshpërblim
i takojnë dëmeve materiale me vlera deri në 1.000 euro. Përderisa kjo përbën vetëm 30% të shumës totale të dëmeve që paguhen nga sektori. Në anën tjetër, drejtoresha ekzekutive e Byros Kosovare të Sigurimit Krenare Pirani Kiseri theksoi se dokumentimi sakt do të ndikojë drejt për drejt në uljen e barrës administrative për qytetarët dhe institucionet. Në 5 mujorin e këtij viti, vitin 2026, janë regjistruar gjithsej 8400 aksidente, nga të cilat 5052 kanë qenë aksidente me dëme materiale. Kjo do të thotë se mira qytetar çdo ditë vetë përballen me procedura me aksidente të lehta, të cilat mund të zgjidhen shumë shpejt përmes përdorimit korrekt të raportit evropian të aksidenteve. Sipas të dhënave të policisë, gjatë këtij viti deri më tani 38 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku, njësoj si në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërkaq aksidentet me të lënduar kanë shënuar rënje prej 9.7%, ndërsa numri i përgjithshëm i aksidenteve është ulur për 5%. Stina e verës sjell edhe shqetësimet lidhur me insektet, megjithatë, qysh nga fillimi i këtij muaji në Kryqëzet ka filluar dezinsektimi i tyre. Aktualisht po zhvillohet faza e dytë e dezinsektimit, kurse procesi sipas zyrtarëve komunal po shkon sipas planifikimeve. Muajt e nxehtë të verës sjellin edhe të lashet me insektet, ndaj gjatë kësaj periudhe rriten nevojat për dezinsektim. Normal që të sjellin shqetësim ato, sidomos mushkaja të këto vizat, po kryesisht të kënaqur jemi. Dhe në park dhe në qytet edhe ka dhe këtu qesh, ka gjë ka pas vjetë. Jo si vjetë s'po di, halas s'kom pa. Aktualisht në kryeqytet po zhvillohet faza 2 e dezinsektimit. Sipas drejtorit të shëndetësisë në Prishtinë, Bujargashi, dezinsektimi hapësinor po realizohet sipas planit dinamik të operimit. Ai bëri të ditur edhe rëndësinë e këtij procesi kundër mushkonjave dhe mizave. Mendoj që është një prej projekteve më të rëndësishme, jo vetëm pse është në drejtorinë time dhe pse është në shëndetësi, mirë po në aspektin epidemiologjik dhe mbrojtjes së gjendjes epidemiologjike në Kryqëzet dhe më gjerë, tu e ditë numrin e banorëve që jetojnë në Kryqëzet dhe atyre që gravitojnë në Kryqëzet brenda ditës, mendoj se është një rëndësi të veçantë në këtë aspekt, sepse në bazë të dhënave dhe lumtimeve shkencore, gjendja epidemiologjike dhe populacioni mushkonjave dhe mizave duhet të ulet në nivelin epidemiologjik të lejuar që është si çdo vend tjetër i botës dhe të njëjtën ne e synojmë si Drejtoria e Shëndetësisë me këtë projekt që të ulim këtë nivel. Faza parë e dezinsektimit ka nisur me 1 qershor, kurse procesi do të vazhdojë deri në fazën e 6 gjatë 3 muajve të verës. Megjithatë, duke qenë se ky aktivitet varet kryesisht nga kushtet atmosferike, qytetarëve u është kërkuar mirëkuptim në rast të ndryshimeve dhe orarit të dezinsektimit në përlagje. Libri që sjell rrugtimin e kampionës olimpike Majlinda Kelmendi nga sot është në duart e lexuesve. Provojimi i cili u bë në kuadër të panairit të librit Prishtina 2026. Në këtë libër është përmbledhur historia e suksesit të sportistës kosovare që nga hapat e parë deri tek arritje që shndruan atë në një prej figurave më të suksesshme të sportit kosovar. Autoria e librit Teuta Berisha tha se puna për realizimin e këtij botimi ka zgjatur rreth 1 vit, ndërsa vetë Majlinda Kelmendi u shpreh se dëshiron që libri të shërbejë si burim, motivimi dhe frymëzimi për gjeneratat e reja. Fëmijët dhe të rinjët patën mundësinë të takojnë nga afër kampionën olimpike Majlinda Kelmendi në kuadër të panairit të librit Prishtina 2026. Kësaj radhe, kampionja nuk u prezantua përmes medaljeve dhe fitoreve në tatami, por përmes librit të saj biografik të dedikuar për brezat e rinj. Historia e suksesit të saj e shoqëruar me ilustrime dhe momente kyçe të karrierës, tashmë është përmbledhur në një botim që synon të frymëzojë fëmijët dhe të rinjt për t'i ndjekur ëndrat e tyre. Libri sjell rrugtimin e Majlindës nga hapat e parë në sport deri tek arritjet që e shndruan atë në një prej figurave më të suksesshme në sportin kosovar.
Autorja e librit Teuta Berisha tha se puna për realizimin e këtij botimi ka zgjatur rreth 1 vit, periudhë gjatë së cilës është përmbledhur historia e suksesit dhe e përkushtimit të kampionës olimpike. Jati kom po disa libra të ngjashëm, vetë seria më quajnë dhe kom dosh me pas edhe një libër tillë për kampionën tonë olimpike, spori kom rënë kontakt me tonin, pastaj edhe me Majlindën, dy të kanë mirëprit shumë edhe Majlinda ka qenë shumë bashkëpunëse. Pra është një punë vjeçare komplet, shkrimi, mbledhja informatave, ilustrimi edhe krejt finalizime. Majlinda Kelmendi shprehu dëshirën e saj që libri të shërbejë si burim motivimi dhe frymëzimi për gjeneratat e reja, duke i nxitur ato të besojnë në potencialin e tyre dhe të punojnë në realizimin e synimeve. Karrierën e kam filluar në Kosovë, edhe prej një qytetit vogël, prej një shtetit vogël të ri, kam arritur më bë kampione evropiane, botërore dhe olimpike, pastaj me dominu për ndoshta gati një dekadë. Kështu që po mendoj që prej këtij libri fëmijët edhe trit në përgjithësi kanë mundësi me u motivu. Majlinda Kelmendi mbetet një nga figurat më të rëndësishme në historinë e sportit kosovar. Në vitin 2016, ajo i solli Kosovës medaljen e parë olimpike, duke fituar të artën në lojrat olimpike në Rio 2016. Sot Kosova numëron 5 medalje olimpike gjithsej, 3 të arta, 1 të argjend dhe 1 të bronz, të gjitha të fituara nga vajzat e judës, me trajnerin Driton Kuka, duke u bërë disiplinë simbol në sukseset olimpike të vendit. Edicionin e përmbyllim me një lajm nga sporti. Kolombia e mposhti me vështirësi